Dhe mirë se vini përsëri pas kaq kohësh në një vlog të ri, shumë të shkurtër por të bukur. Fundjavën e kaluam me familjen në natyrë dhe pastaj u ktheva në shtëpi, përgatita një supë të thjeshtë me perime me mish të grirë, si shikoni me kurpura del shumë e mirë, ja u sugjeroj nëse doni ta bëni. Kjo është lulja ime më e re që më pëlqen aq shumë. Nuk e di, kam një dashuri për aloe verat dhe puna e përditshme e një mami, lajroba, palos e kuros. Sa më pëlqen kjo bardhësia tek rrobat e bardha, i hedh pak kaçe brenda. Dhe kjo është supa si përfundim që vajzat e mia e pëlqen shumë. Është shumë e mirë dhe enët patjetër që nuk do t'i evitojmë dot kur, por hajt më. Dhe fruta i lë aty që ti kem përpara syve dhe të kenë dëshirë të hanë ndonjëherë sepse është e vështirë. Kohët e fundit mundohem të lexoj gjysmore në darkë dhe kam filluar këtë librin. Do t'ja u sugjeroja nëse doni të përveç se të futeni një botë tjetër, po të shikoni pak sakrificat e bëra për dashurinë që janë të bukura. Dhe ja, mbrëmja gjithmonë më zë duke rregulluar. Kam nxjerr këto estikët e Krishtlindjeve dhe më pëlqen aq shumë. Këtë klofin e kam lërë në Temu. Është shumë i bukur, më jep një vibe shumë të këndshëm. Dhe patjetër kam filluar të ndes një qëri darkave. Ka një aromë fantastike. Këtë e kam marrë tek Waikiki dhe ja super vlen. Kam 2 vjet që e kam dhe një kujtim nga Stambolli. Kohë të bukura ato para shumë vitesh, por që e kam akoma. Dhe ja, një mami duhet të bëj çdo gjë. Këtu po mbledh shkumsat, edhe pse ndonjëherë është aq rrëmuj sa që lodhem. Prap jam shumë e lumtur që i kam e lumtur për ato hapa të vegjël që ecin në shtëpinë time çdo ditë, edhe më mbushin zemrën. Ky arushi që vajza ime do shumë dhe luan gjithkohës dhe pikturat e saj që më mbushin shtëpinë dhe zemrën. Dhe darka më gjeti duke përgatitur diçka për vete dhe për bashkëshortin. Jo shumë shpesh gatuaj për në të dy, sepse mundohemi të ham atë çfarë ngelet ose diçka të thjeshtë, jo gjithmonë të gatuara. Por që me të bëj këto ravioli të mbushur me prosciutto crudo me pana, bën shpejt dhe ka një sasi që është besoj mjaftueshëm për 2 persona në darkë, sepse më shumë nuk mund të hash në darkë, nuk bën mirë. Të paktën kështu mendoj unë, pak e sak që të flemërat edhe mbi të gjitha të kujdesim pak për shëndetin. Këto nuk janë më të shëndetshme dhe mundshme, por unë ndonjëherë në javë i bëj makaronat sepse më pëlqejnë. I evitoj gjithë javën, por në fundjavë i bëj nuk e lëshoj dorën. Dhe kështu më pas i kaloj pak në Tigan, diku ke 5 ose 10